Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Dërmi arrestuan në flagrancë për veprën penale largimin të burgosurit nga vendi i qëndrimit shtetasin M, 45 vjeç, banues në Dërmi, pasi është konstatuar duke shkelur masën e sigurisë. Specialistët për hetimin e krimeve në policinë e Vlorës arrestuan në flagrancë shtetasin SE, 70 vjeç, banues në Vlorë, pasi gjatë një konflikti për motive të dobta ka goditur me grushte në fytyrë shtetasin KT, 65 vjeç. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban Saran arrestuan në flagrancë shtetasin KM, 48 vjeç, banues në Saran, pasi u konstatua nga shërbimet e policisë në rrugën Ismail Qemali Sarand, duke drejtuar motomjetin në gjendje të dehur. Materialet për rastet në fjalë i kanë kaluar prokurorisë për veprime të mëtejshme.